pse ju mos me ditë? Nëse shkoni të ajeti 55, të surja Ali Imran, të ajeti ju të gjithë, pavarësisht bindjeve besimit, është një informacion që ti do të më t'i hapë sytë, që ti me fitu xhenetin dynjë, se kur ta fitojsh xhenetin në dynjë, e ke fitu xhenetin në botën tjetër. Dhe nëse shkon të surja Ali Imran, të ajeti 55, aty janë ajetet kryesore që e mormi lajmin e vërtet në lidhje me Jezu Krishtin, birin e Merjemës. Në të ajeti 55, se edhe numrat janë të rëndësishëm, se këto numra nuk I ka vëndu Tim Shkupi. Në Kur'an, me numrin 55, është surja Ar-Rahman. Zoti gjithëmëshirshëm Ar-Rahman ja ka mësuar Kur'anin, allama al-Kur'an, shërbetorit të tij të sinqert. Dhe Zoti është ai që e ka krijuar njeriun, khalaqal insan. Dhe Zoti ja ka mësuar atij sharimin, allamahul bayan. Kjo el-bayan që në Kur'an për herë të parë në njëjës përmendet ajeti 4 në surën Ar-Rahman, që brendësia e kësaj sure është në dysi, vjen prej rënjës së fjalës be ja nun, bejne, mes. Apo, Ar-Rahman është në qiell dhe në tokë, është aplikacion dhe një prej emrave më të bukur që janë në pronësi të Ilahit. Dhe aty merr një vesh informacionin qish e kam përkthy, unë do t'ua lexoj përkthimin e Sherif Ahmedit, profesorit tem që se ka përkthy. I ka hap klapat për kujto, o I dërguar mbyllën klapat. Kur Ilahu tha, Allah, o Isa, unë po të marrë ty, dhe gjëni mirë, unë po të marrë ty, po të ngrejtek unë, po të shpëtoj prej sherrit të atyre që nuk besuan. E ata që të besuan ty, do t'i ngrej lartë, do t'i ngrej lartë, bi ata që nuk besuan deri në ditën e Kiametit. I kush janë këta? Deri në ditën e Kiametit që do t'i ngrej lartë. Kush janë ata që besojnë në Isaun, në Jezu Krishtin? Kush janë? Kush janë? Kush I kanë punë ma mirë në dynjë? Kush I kanë punë ma mirë në dynjë? Shtetet e kujt funksionojnë mas mirë në dynjë? Vetë keni me gjetë përgjigjen. Nuk e kum shkrujt tonë, apo? Cili hoqë, cili rotësome, mund me dalë me gënjyër Tim Shkupin si njohës I mirë I Kuranit. E ata që të besuan ty, kujt? Kujt? Jezu Krishtit. Krishtit, Isaut. Do t'i ngrej lartë mbi ata që nuk besuan. Deri, nuk po thot, deri kur të bëhet Izraeli shtet, po, fraza është deri në ditë Kiametit. Pastaj vetëm tek unë është kthimi juaj. E unë gjikoj mes jush për atë që kundërshtoheshit. Edani. Ta pastrojmë një dilemë të madhe. Nëse shkoni të surja e dytë, pas 5 ajeteve, e lëma, që marrmi vesh se çka është besimi, se besimi
është grupi i parë është alladhina yu'minuna bil ghaib. Besimi lidhet me gajbin. Grupi i parë. Me gajbin, me të fshehtën, lidhet me njerëzit që qëndrojnë në salat, që prej asoj që i furnizohen, prej salatit tyne, që i furnizohen, shpenzojnë, japin. Dhe më thonë, prej namazit nuk furnizohesh. Prej namazit në xhami furnizohet vetëm hoxha, qylë mullahu. A kurse prej salatit furnizohen gjithë, se salati është puna jote, vi horizontale, aktivitetet e tua të përditshme, dhe prej asoj që ti furnizohesh, shpenzon. Kjo është grupi i parë e atyre që besojnë, pra besimi qenë ka shpirtëror dhe të bëj me fshehtën dhe me punën dhe me shpenzimin. Dhe grupi i dytë është walladhina, dhe ata të cilët besojnë në atë që të shpall ty që merr informacionin, tani dhe ajo që i ka zbrit para teje, dhe pastaj mrin atë shkollën e Ibrahimit, mukinun. Dhe më thonë me qenë bindër plotësisht, dhe këto janë të shpëtuar në dunjë. Dhe me njerë të ajeti 6 e morën informacionin, innal ladhina, është një grup tjetër, keferu që është qafir Tim Shkupi. Tim Shkupi nuk o qafir. Tim Shkupi beson, është besimtar, se Tim Shkupi është mirënjohës. Unë jam mirënjohës ndaj secilit që e shpërndon tani këtë paraqitjen time, dhe tham Zot shqyqyr, që va ke hap krahërorin shqiptarëve me pranu të vërtetën. Pra, qafir, mohus janë të gjithë ata që nuk janë mirënjohës. Dhe ata që nuk janë mirënjohës, atyre desh tërhiqe vërejtjen, natën, desh ditën, është e kodë. Ata nuk besojnë, ata nuk kanë siguri. Atyre gjithë ditën, thuju, se 18 shtetet kryqalive në vitin 1999 i kanë mësu kryqit Svetisovës në Beograd. është e kodë, sa të janë qafira, ata nuk besojnë, ata janë jo mirë njohës, janë bukshkel, ata to ka qanë pse i mon, ata i kinë Kosovë me bollëk që e kanë harru se çka ka ndodhë. Në më thonë, Tim Shkupi e përdor informacionin e Kuranit, më t'i hapë sy ty. Prandaj, shtetet e perëndimit me shumicë janë të ngritur, kanë rend, kanë pasdashësi, kanë përkujdesje, kanë sistem të shëndetësisë, i kanë të gjitha çka i thot Kurani, kurse këto që quhen musliman nuk kanë kur gjo, këtja kanë i notit vetit, të shprejnë gjelozin te veti, zilin te veti, të e shesin, a mund të paramendoni Tim Shkupin, qeveri me Stojlkovicin, a mund dikush që më njohin mu shqiptar të Shkupit, a mund të paramendoni Tim Shkupin, qeveri me Stojlkovicin? S'ka shans nuk ka. Se distancona dhe lidhna me Zotin tem. Edhe ti mbron ata, ti e pal me ta, ti e pal me krimin, ti e zgjehne me kin tokë, në dynjo, dhe në tjetërën kime pas se shenjat shihen prandaj. Kjo është liber që ta jap informacionin e sot, po nuk po thot, qysh mendojnë disa. Deri në ditën e Kiametit. Me imamin e shqiptarëve